Alina, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ne të qarta I kemi det, e dim ç'do bëjmë, e dim si do të gatuajmë, çfarë recetash do sjellim, ë? E dim, por më përpara duhet të përshëndesim anëvistat, ju urojmë një ditë bukur si gjithmonë dhe t'i ftojmë këtu te këndi Joni Gatimit, bashkë me Anilën që sot më është bërë si nektarin, domethënë. Oh, pjesa nektari, domethënë pjesa e. Do filloj të ti mbaj shënim to krahastimet e tua. Nga e hëna në të premte të bëj një përmbledhje kështu në fundjavë. Se nuk është faji im, Anila, ç'është e vërteta unë dje bëra një si thua zbrita poshtë në qendër të Tiranës, edhe rastësisht të gjeta një zonjë, Elida Hoxha quhet, e përshëndes dhe duhet ta përshëndesim që të dyja, sepse më foli me fjalët më të ëmbla dhe më të bukura me ty. Është një ndër zonja që na ndjekin ne. Që na ndjekin dhe na ndjek çdo ditë dhe ne falenderojmë shumë dhe e duam shumë faktikisht. Si thua ajo na dha një buzëqeshje dhe një që nuk di çfarë të them. Unë ndjeva kaq mirë, sikur po më nuk di si të ta shoh. Ne jemi këtu, jemi në këtë zonja jeton tek Myslim Shyri. Edhe ka qenë te kjo artistike Migjeni që punonte më përpara. Pas keni bërë gotuar më bet domethënë. Po, madje më ftoi që të ulesha tek vendi I saj, domethënë kaq dhe pse ishte në një moshë që nuk di çfarë do të them, nuk e kuptoj këtë dashuri që zonjat përcjellin domethënë për ne. Dhe kjo në fakt as në komentet që bëjnë, as në rrjetet sociale, as kur na shohin njëra tjetrën në rrugë, kështu që një puthje, një përshafim për të gjithë ajo që qëndroni me ne, që na ndiqni na falni çdo ditë kaq shumë dashuri. Edhe di ç'më tha Anila, Katerina më tha mua, unë tha nuk e di tha, po pse tha çdo ditë tha mua më pëlqen të konsumoj gjalp edhe reçel, që faktikisht ajo e bën vet, por reçel dhe mjalt, mos është gjë e dëmshme, tek kështu ta shikoje ishte zonjë grua, tiranëse faktikisht, dhe elegante. Edhe dua t'ju them dhe zonjës, po dhe gjithë anëvisave që nuk është dëm që të konsumojmë gjalp. Nuk është më ajo që të themi që gjalpi ka kolesterol dhe nuk duhet konsumuar. Jo, duhet konsumojmë nga të gjitha dhe në racione të vogla. Kur gjalpin e konsumojmë në racione të vogla, nuk ka se që na bën. Na jep shëndet dhe jo na dëmton organizmin. Kështu që mos u fusni në siklet. Pra, si që shikoni, te kompania Neranzi kemi edhe gjalpin, kemi edhe këto reçelat marmalatat, kemi edhe mjaltin, janë ushqimet e mëngjesit, pse jo, dhe veza e gjëra të tjera, por është shumë, domethënë, janë ushqime shumë të shëndetshme për të konsumuar, si thua, dhe për ta nisur mirë mëngjesin ton. Dhe neve sot, përveç se këtij, domethënë, mëngjesit, fillojmë të tregojmë se çfarë duhet të bëjmë edhe për më mbrapa, domethënë për drek apo si thua të kemi një ëmbëlsirë që ta konsumojmë gjatë ditës, se ka ikur dhe më ajo idea që do konsumojmë drekën dhe mbas drekës me patjetër duhet konsumojmë edhe një ëmbëlsirë. Jo, nuk është më ajo. Është të lihet pak pauzë. Të lihet pauzë edhe pastaj që mund ta konsumojmë domethënë në orët e mbasdites ose në orët e paradites nga ora 10. Këtë e përzini. Juve thjesht të mësojmë... Do gatuajmë sot? Ne do bëjmë një qumështar. Okej, një qumështar. Por do ta bëjmë me miell, jo të miell të zakonshëm, me miell ermik. Ose miell si migdali që quhet në gjuhën, domethënë ashtu se si juve do ta gjeni paketimin tek dyqanet e kompanisë Neranzi, por faktikisht në gjuhën tradicionale quhet miell ermik. Është maja e miellit të grurit, domethënë është cilësia më e mirë e miellit të grurit që e përzgjedhin për gatime të ndryshme. Dhe neve sot do të na duhet miell ermik, do na duhet qumësht, sheqer, gjalp, vanile, cip portokalli ose dhe limoni, këtë e përzini vetë juve, dhe vezët. Pra këto janë përbërësit për të përgatitur këtë ëmbëlsirë. I kam gramatura, do me thënë që do t'i shkruaj Anila, do t'i lexoj Anila më përpara, se do t'i shkruaj, thash. I ke shkruar ti? Thjesht do t'i japim pastaj. Thjesht do t'i japim. Dhe si bëhet kjo ëmbëlsirë? Filloj me njëherë me ëmbëlsirën dhe do t'tregojmë që në si tuash, në recetë të dytën neve kemi përzgjedhur me këto pite të cilat janë të gatshme, që mund të përdorin këto, mund të përdorin dhe palacinka që dini vetë juve t'i bëni me miell, me vezë, me qumësht, që janë shumë të thjeshta për t'i përgatitur, të cilat mund t'i mbushni kështu dhe t'i konsumoni, si thuash, pa I vazhduar më mbrapa, do me thënë në tavë, por unë mendoj që t'i bëj dhe tavë që t'kalojmë, do me thënë, një vakt dreke, mos t'jenë thjeshtë për të konsumuar, si thuash,
atë të orës 10 ose dhe të mbas ditës, do me thënë për fëmijë që mund të mbushen dhe konsumojnë shumë mirë, por mund t'i bëjmë edhe tafë që të kalojmë të gjithë vaktin e drekës. Dhe do të tregojmë më mbrapa se si do të bëhet. Që do të bëjmë një beshamel të hollë. Pra do kemi nevojë të ndjekim me shumë vëmendje për të mësuar përgatitjen e të dyja recetave. Do të fillojmë me qumështorin apo jo? Dhe qumështori fillohet në këtë mënyrë. Pra unë këtu kam 1 litër qumësh faktikisht. Aty kam vendosur për 2 për një, si thua, tavë më të madhe. Këtu te qumshti do të hedhim sheqerin. Ja e kam këtu. Nëse do të kishim 2 litra qumësh, do të shtonim 1 filxhan sheqer. Neve për 1 litër do të shtojmë gjysmë filxhan sheqer. Gjysmë filxhan sheqer, okej. Gjysmë filxhan sheqer. Dhe do ta fillojmë fillimisht që ta vëmë, do me thënë, të trazohet. Që dhe sheqeri të filloj të tretet. Të ngrohet pak të marrë temperaturë qumshi dhe të shtojmë edhe mielin ermik si migdali, më mbrapa vanilet, por këtu tani për punën e vezëve ne do t'i sillim në një mënyrë tjetër, nuk do t'i hedhim brenda në atë mënyrë ta lëmë këtu. Si do e bëjmë? Ja, do ta bëjmë kështu ndryshe, sa të na bëhet qumshi gati. Kemi ndarë të verdhat edhe të bardhat veç. Të bardhat në vete. Do t'i hedhë një maj krip këtu tek pjesa e të bardhave. I bëjmë në marengë. Sa të na marrë pak temperaturë qumshi, i kthejmë vezët në marengë dhe më mbrapa do të shtojmë edhe të verdhat. Dhe doja të thosh janë visave, nëse nuk ju ndodhet qumësh dhe keni marrë pana pastiqeri, që e keni marrë në një masë të madhe, e keni përdorur për ndonjë ëmbëlsirë dhe ju ka ngelur. Mund të përdorin, do me thënë, që t'kenë, si thuash, gjysmë litër panë pastiqerie dhe të shtojnë gjysmë litër ujë. Dhe na kresin një qumësh. Mund ta përdorim edhe ashtu. Ja, këto janë ca këshilla të vogla që her pas here duhet i dim në momentin që kemi produkte në shtëpi, edhe duket sikur na teprojnë, për më tepër produkte që kanë një afat të caktuar të shkurtër kohor, që gjatë kohës që i hapim, pra duhen konsumuar në 3, 4 apo 5 ditë, kështu që më fala, Nela. Edhe kur i marrim, do me thënë se kemi krem pastiqerie, kemi pana, do me thënë pastiqerie, kemi edhe pana guzhine. Edhe kur e marrim atë panën guzhine dhe e marrim në masën më të madhe, sepse është më ekonomike, të themi dhe këta, ato të voglat e kanë çmimin pak më kështu këtu, ku e marrim dhe është më ekonomike. Në të njëjtën mënyrë mund të përgatisim, do me thënë, edhe 2 lloj gatimesh, do me thënë e kthejmë të e përdorim si pan, ku përgatisim një pan me kërpudha dhe me fileto, kështu që mund ta shtojmë dhe ta kthejmë në qumësh që mund ta përdorim në pasticcio. Atë që do hedhim 1 litër qumësh në pasticcio, mund të shtojmë gjysmën e paketimit të panës. Mirë, këtë prandaj dhe se me dorë dëgjojmë në fakt kur jemi duke punuar me hedhim vezët pamjetet e kuzhinës, po. Pra rajmë në fillim të bardhat e vezëve, derisa të krijohet ajo forma e shkumës, dhe më pas një nga një shtojmë të verdhat e saj. Pra jemi duke përgatitur një qumështor me miell ermik ose miell si migdali. Ndjes për zhurmën të dashuran visa, por duhet bërë kjo. Gjithë lutem Anila, ato gëshërët duhet i kemi aty. Gëshërët i kemi këtu, po. Observa? Po, faleminderit. Pra do të kemi 2 receta sot. Qumështori është një ndër ato gatime që preferohet pothuajse nga të gjithë. Bëm pjesë tek recetat tradicionale tonat. Sot Katerina po e sjell në një mënyrë interesante, pra është mielli që do të bëjë edhe diferencën e kësaj recete. Kjo është pamja e tij, pra ngjason pak me miellin e mistrit në ngjyrë, është akoma dhe më i imët. Si migdalin e përdorim në disa receta, ne e kemi treguar edhe herë të tjera. Dhe kemi në 2, do me thënë, kemi më të imët edhe më të plotë, si puna e miellit të mistrit, që është në 2 versione. Tani këtu kemi hedhur qumësh dhe sheqer, ka filluar të ngrohet. Dhe shtojmë edhe miellin ermik. Sa ishte masa e miellit, 1 filxhan? Apo? Një në 2 litra, ndërsa në gjysmë litër
Do me thënë në 1 litër, gjysëm. Pra njësoj se është si sheqeri, për ta mbajtur mend. Pra të njëjtin janë në masat të njëjta. Dhe kur fillojmë dhe i bëjmë në masa, do me thënë të filxhanit që kemi, të njëjtën masë do të bëjmë nga fillimi në fund, që do të thotë 1 edhe 1 nga i njëjti filxhan, Tani këtu, pasi fillojmë edhe të razojmë, do të shtojmë këtu vanile që mund të shtojmë të lëngshme, ose edhe pluhur. Të ndihmoj? Ja, dhe e mora. Një lukë të lutem Anila, ti në cep kam ato lukët e vogla të kafes. Faleminderit. Të lutem. O, sa e hapa kavanosi me një aromë e mirë e vanilës. Shumë e mirë, është vërtet shumë e mirë. Sidomos ky paketimi i vogël që duket aq i vogël, po ndërkohë ne kemi shumë gjatë që gatuajmë. Është e mjaftueshme. E hedhim edhe vanilë. Do shumë pak, s'është goxha e koncentruar. Po. Kështu që atë që them gjithmonë, marrim një kavanoz dhe e kemi për shumë ëmbëlsira. Nuk pëson asnjë gjë sepse kavanozi është shumë i mirë, mbyllur hermetik, gjë që nuk pëson asgjë. Shiko, me njëherë, do me thënë, bëhet gati. Kremi duhet bërë në këtë trajt. Do të shtoj, marrim dhe një lugë nga këto, që të shtojmë edhe gjalpin. Sa fillon që bën këto bulzat e para, ja s'ka nevojë më që të ashtu, sepse ajo do të përfundoj edhe në fund. Sa djegin ato? Kurdo Anila? Djegin ato bulzat që fillojnë, them edhe... Edhe këtë gjalpin, shiko tani, këtë gjalpin e freskët, këtë gjalpin e mirë, për masën që kam, unë është e mjaftueshme. Ta mbajmë këtu. Ta heqim edhe këtë pjesën këtu. Pra, shtojmë gjalpin, nga temperatura gjalpi me njëherë do të filloj të shkri. Tani në këtë trajtësi e kemi, do të shtojmë edhe vezët. Të ndihmoj unë? E heqim tani, po faleminderit. Dhe do të ishte mirë që më mirë të shtojmë vezët kremi këtu, sesa edhe e shtojmë duke e përzierë. Nuk na duhet më kjo rahasja, ta ja ta kthejmë kështu tenxhere më mirë që ta shikojnë edhe ambisat. Pra është një qumështor krejt të ndryshe. E shtojmë duke e përzirë ashtu që të rregullojmë temperaturën. Edhe, si që shikoni, kam mbajtur edhe këtë volumin. Urdhoni, la? Faleminderit. Ja, e përzim, tani e kemi gati për ta hedhur në një tavë. Të shikojmë në çtavë do ta hedhim neve tani, faktikisht ajo ishte për 2 litrat. Unë do t'i shtoj dhe pak cip portokalli, si thonë juve? Po, shtoja. Studioja këtu, a e doni cipën e portokallit, ju pëlqen, apo ta lë me vanilje thjesht? Shtoja. Në rregull. Ma më pëlqen. Në rregull. Enda e ke mësuar ty, ka shumë sa e përdor? Po ka ti ku të lexoj recetat tonë? Ja, mund t'i ashtu tani, sepse je gati. Ja, mund tani kjo, do lyejmë pak tavën me gjatë. Do ta themi, prit se kemi kohë, 99 ora. 0909 fix. Tani, shojmë një çik recetat në ekran të qumështorit, që ishte shumë i thjeshtë në fakt. Këto janë përbërësit, duke u kujtuar se po gatuaj me produktet në Ranzi sot, qumështor me miell si migdali dhe vezë mareng. Na duhen 2 litër qumësht, 1 filxhan sheqer, 1 filxhan si migdali, 5 vezë, vanilje dhe lëkurë portokalli, gjithashtu 20 gram gjalp. Shumë e thjeshtë për të përgatitur. Ne me gjithë shpjegimet tona në 5 minuta e kemi gati. Do të përgatisim gjithashtu sot pite të mbushura me fileto pule, kastraves, turshi dhe kërpudha. Edhe këto janë përbërësit, i shohim pak me vëmendje sepse që kanë 10 në listë. 4 pite ose palacinka, janë paketimet të gatshme që i gjeni në dyqanet në Ranci dhe do t'ja u tregojmë përsëri për të parë edhe nga jashtë si duken për të gjetur kollaj pra. Na duhet 1 fileto pule, 4 kastravec turshi, 1 filxhan me kërpudha, 2 filxhan qumësht, 2 lugë miell, 2 lugë gjalp, arë moskat, djathë kaçkavall dhe në fund fare vaj, kri, piper, pothuajse si çdo recetë. Dhe kemi dhe një salat me kastraves turshi, gokozhare, peshk ton, të cilin do ta përgatisim duke bërë bashkë këto përbërës: kastraves turshi, gokozhare, 2 konserva peshk ton, 2 patate të ziera, fara të ndryshme, stika pishe, fara kungulli, lule dielli, susame, hudra, limon, kri, piper dhe vaj ulliri.
sa të shishme, më duken kështu, duke menduar të gjitha përbërës të përbash gati. Janë të thjeshta që anvizat mund të shtojnë ose dhe mund të heqin nga këto që neve themi. Atëre, marrim një tavë, besoj se kjo duhet jetë mirë, që mos ta marrim të duket edhe të bëhet shumë i hollë. E lyejmë me pak gjalp. Okej. Edhe hedhim masën e përgatitur. E veçanta është sepse mënyra se si neve përgatitëm, do me thënë, këtë kremin, është diçka e veçantë. Sepse ç'është e vërteta, neve kur bëjmë qumështor i hedhim të gjitha bashkë, do me thënë i trazojmë atje dhe mielin dhe vezët i shtojmë një nga një aty brenda, por në këtë mënyrë siç e patë që kemi hedhur, kemi bërë atë përzierjen e vezëve të cilat i kemi kthyer në mareng, i japim një tjetër volum qumështorit dhe e bëjmë akoma edhe më të mirë. I hedhim dhe pak krip ashtu siç hodha dhe unë në fillim fare, të piqet veza në momentin që hidhet, edhe duhet të dini një gjë, nuk mban erë e verdha e vezës, po e bardha është ajo që ka atë aromën që bezdis ndonjëherë. Kështu që kur i hedhim edhe pak krip brenda, e pjek edhe e heq sa do pak atë erën, që nuk, do me thënë, kur janë vezët e mira, nuk ka pse ta kete atë erën. Tani bëhet edhe ajo përzierja që bëm me cipën e portokallit, shtohet edhe aroma, se përveç se themi dhe aromë, kemi dhe vlera ushqimore. Tani më e dim të gjithë që cipa e portokallit, cipa e limonit, përveç se aromas përmban edhe vlera ushqimore. Po, faleminderit Anila. Pra kemi lyer tavën me gjallë. Tani, ajo që ngelet është e hedhim. Dhe do ta heqim këtë. Se dhe në këtë minutën e fundit... Shiko se si u bë Anila, kretë ndryshe ka, është tjetër. është mielli që ja jetë. Edhe mielli, por ndryshimi edhe kjo e vezëve, mënyrën se si përgatitën, do me thënë, si hodhën vezët, bën ndryshimin tek qumështori. Dhe si piqet ky qumështor, do me thënë? Tani, kjo do të vendoset në temperaturën 180 gradë, do të lëmë për 35-40 minuta, sepse është tava e vogël. Nëse do t'ishte tava e madhe, do t'kishte kohën, temperatura do t'ishte e 180 gradë, por koha e zjatje do t'ishte pak si më shumë në 20-25 minuta. Ne tani e kemi gati për ta vendosur në furn, dhe nuk e di se si jemi me kohën. Me kohën jemi për të mos nisur tjetër gjë, mendoj unë. Jemi në 1 minutë në fundit, kështu që thjesht... Ne atëre vendosim dhe si gjithmonë fura duhet jetë e ndezur më përpara. Dhe nëse kemi ndezur. Dhe s'ka gjë, do t'a lëmë këtu, do t'a ndezim, dhe pastaj. S'ka gjë. Dhe pastaj do t'a vendosim në furrë, s'ka problem. Shika, ne dhe mund të thonim që e kemi ndezur, për ka më bën një shikim që unë nuk e mbajnë. Jo, sepse ç'është e vërteta, tani më anvisat më njohin, kam shumë vite në këtë ekran dhe unë me një fytyra ime tregon të vërteta, reflekton me një. Jam njeri e drejtë e sinqert dhe nuk dua të them. Ajo e kam thënë dhe herë tjetër, ajo që është e bardhë është e bardhë, ajo që është e zezë është e zezë. Atëherë, ne e ndezëm furrën, do presim 5 minuta të na ngrohet dhe do e vendosim në furn. Do bëjmë dhe atë shkëputjen tonë, do të keni dhe fleshin informativ të orës 9:30, kështu që kur të kthehemi do të nisim 2 receta të tjera, do shohim dhe si po shkon puna me qumështorin. Kthehemi prap. Ja, ku jemi? Vazhdojmë të jemi live në Villa 24 me një mirë mëngjes tjetër nga studio jone përditshme, për ju që zgjoheni vonë, edhe vetëm tani po na ndiqni. Ne kemi nisur të gatuajmë që herët edhe do t'i përfundojmë tani të dyja recetat që kemi prezantuar. Si që e patë në fillim fare, ne përgatitëm një qumështor të cilën e bëm pak si më ndryshe. Dhe që është e vërteta, mënyrën se si e përgatita, e kam përgatitur dhe vetë në shtëpinë time dhe sigurisht që ka një tjetër shije, si thua është më ledatus në gojë, më i butë si lloj qumështori. Nuk bëhet me sherbet, kështu fillon dhe përfundon do me thënë në tavë, e lëm të ftoj dhe konsumojmë kështu, po bëhet shumë i mirë, do me thënë një qumështor që të shkrin në gojë. Dhe për recetë të dytën, neve do të përgatisim sot, unë këtu kam fileto pule, të cilat filetot e pulës i kam zirë me pak nga ky mix erzash për t'i dhënë një shije. Nëse nuk doni, do me thënë të përdorni këtë mix erzash, që me thënë të drejtën, unë jam shumë e kënaqur, sepse këtu kemi, si thuash, një gamë të këtyre përzierje, të cilat
japin shumë shije dhe atë që them gjithmonë dhe mua përveç se shijes më intereson që të kemi vlera ushqimore. Dhe nuk e marrim nga një piper për shembull, nuk e marrim nga turmeriku që ka brenda, nuk e marrim nga speci, kujt pra ka shumë gjëra brenda të cilat na bëjnë një mix erzash që është i domosdoshëm për të përgatitur receta të ndryshme. E kemi bërë gati neve, domethënë e kemi zirë sepse nuk është ideja e kësaj. Tani kjo unë mendova që me këto pitet që mund ta përgatisni këtë lloj recet edhe me palacinka, por unë me që se kam këto pitet, përveç se këto i konsumojmë kështu, që mund t'i mbushim me fileton e pulës që neve kemi bërë gati, mund t'i mbushim duke shtuar në një salatë jeshile, duke shtuar nga këto kastraveca turshi, që janë shumë të mira, ndonjë lloj majoneze nëse juve ju pëlqen, edhe thjesht kështu duke i bërë, domethënë një ngrohje në tigan, i mbështillni edhe i konsumoni. E keni gati. Mund të shtoni akoma edhe misër, për të rinj të flas më shumë, sepse moshat e mëdha nuk është se na pëlqejnë shumë këto gjëra, por brezi i ri i do sigurisht mirë bëjnë që konsumojnë, janë gjëra të reja që kanë dalë në treg, pse mos i përdorim tani më vite dhe vite u bën këtu, kështu që kemi mësuar shumë mirë këto gjëra. Por unë sot do ta sjell në mënyrë tjetër që ta konsumojmë të gjithë, edhe mosha jonë, moshat e treta, sepse mënyra se si do ta sjell do të japë një tjetër shije. Që do të thotë, unë fillimisht këtu në tigan, edhe pse e kam të zier, do të jap pak një si thuash një shije ekstra me pak vaj ulliri. Nuk e shumë, ja e shikoni shumë pak vaj ulliri do të jetë. Edhe sa të marr, po ja dhe këtu se kemi ndezur Anila. Të duhem unë aty. Po. Nëse mundesh, sa unë të bëj këto gati, do me thënë, tash do përdor edhe tushin. Të dyja, apo vetëm njërën? Vetëm tiganin? Të dyja, sepse do bëj aty një beshamel. Okej. Ndërkohë në furrë kemi vendosur qumështar. Sa të mirë janë ato? Janë të vogla edhe konsumohen edhe kështu, do me thënë janë shumë të mira, është mirë që t'i kemi në vaktet e përtishme, do me thënë për të konsumuar nga këto kastraveca, se ç'është e vërteta, kanë shije të mirë, por kanë dhe vlera ushqimore të mëdha kastraveci turshi. Kështu që nëse ju gjende, tani unë i marrë me dora ndaj brenda. Unë po i hedh një sy qumështorit, në pjesën e parë kemi gatuar një qumështor i cili ka filluar të marrë, e ka marrë një ngjyrë nga sipër. Edhe pak do ajo, dhe do të jetë kontrolluar në bazë të kohës që neve kemi thënë, edhe pak do duhet edhe do të jetë gati. Tani unë me këto kastraveca do të bëj edhe një sallatë, prandaj mora shkas që kemi këto. Me fara të susamit. Do të bëjmë edhe një sallatë. Po edhe këtu një kombinim shumë i mirë me fileton e pulës, me këtë beshamelin që do të bëjmë, do të shtojmë edhe pak djath, do të bëjë, domethënë do të ketë një shije shumë të mirë, edhe pak kërpudha turshi që domethënë të konservuara se tash turshi. Na u bë mendja turshia kastraveca. Kështu që unë i pres kështu. Tani po doni juve mund t'i prisni edhe si të thuash në feta të vogla, po s'ka nevojë. Këto janë të vegjël, aq një pler në mesin. Edhe kur do t'i konsumoni, bëjnë kështu edhe kanë shije shumë të mirë. Duhet të ndihet domethënë. Po, të ndihet, edhe kanë atë shijen e mirë pikante, përveç se thash që kanë vlera të mëdha ushqimore, kështu që është mirë t'i përdorim të gjithë, edhe të rinjt, edhe moshat e mëdha, të mesme dhe të treta. Që i duan, edhe ata i duan. Se ndonjëherë i thonë që se nuk i ha gjyshja këto, nuk i ha nëna këto. Kot i ka mbetur, u kanë ngelur, po i han. Nuk është se si han, po u kanë ngelur e thonë që nuk i han. Tani u ngrovaj dhe helim këtu fileton, të cilat siç e shikoni e kam prerë dhe fileton. Të njëjtën mënyrë thash që mund ta bëni edhe me në kështu, ta konsumojnë kështu si e konsumojnë të rinjt. Tani nuk i hedh asnjë gjë tjetër unë, sepse thash që në momentin që e kam zier, i kam hedhur nga ky mix erzash dhe është aromatizuar, kështu që ka marrë dhe kripën, e ka marrë të gjitha, kështu që krip do të ketë edhe nga këto kastravecat, do të kemi këtu edhe nga këto kërpudhat, pa e drejtë, të gjitha kanë nga pak krip, kështu që duhet jemi të kujdesshëm dhe themi gjithmonë. Është një zbutje të lehtë, një kombinim, domethënë ta marr me lugë më mirë, edhe po të vej edhe pak. Edhe këto kërpudhat janë shumë të mira. Shumë të mira janë. Edhe kështu, siç thash, konsumohen në sallatra të ndryshme. Do të kemi një tavë shumë të shishme. Bëhet shumë e shishme faktikisht. Të kishim marrë tavën e madhe, po s'ka gjë. Kjo do ta bëjmë edhe.
Do ham nga pak në racione të vogla. Ashtu, po që është dalë mos ta marrë gjithë të lërë atë. Pra, fileton e pulës, kemi shtuar kërpudhat e konservuara, që kanë edhe vetë ato erza, janë të aromatizuara, kanë atë vaj në cilin kanë qëndruar shumë të shishëm, gjë që do ta bëj vërtet një shije të veçantë të gatim. Edhe pak të sfare krip, tani. Ne këtë mbushjen e kemi gati, nuk ka nevojë domethënë për të shkruar asnjë gjë. Thjesht tani ne do të bëjmë dhe beshamelin, dhe do të bëjmë bashkimin për t'i vendosur pastaj në furrë. Okej. Do ta shohim dhe mënyrën se si këto pitet e vogla do të vendosen dhe si do të bëhet bashkimi i të gjithave së bashku, asaj mbushjes shumë të shishme që ne përgatitëm, të piteve dhe të beshamelit. Do të bëjmë një beshamel të hollë. Do të bëjmë, do ta bëjmë me miell Sara dhe beshamelin. Me miell, okej. Pra beshamelin klasik me gjalp, miell edhe qumësht. Do të bëjmë një beshamel klasik faktikisht, ashtu si them, duhet të tretur gjalpi fillimisht dhe pastaj të shtohet mielli. Po, të skuqur. Edhe për të përgatitur këtë beshamel do të na duhet 2 lugë gjalp, 2 lugë miell. Unë i hap pak më përpara këto se kam shumë bezdi në hapjen e këtyre. Po, mirë bë. Ti kemi gati që mos rrim me gërshër gjatë gjithë kohës. Ja, kështu. Tani. Mund ta keni edhe të vakët qumshin, por mund ta keni edhe të ftohtë, nuk ka problem. Okej. E rëndësishme është domethënë që mielli, pasi e hedhim brenda, të zverdhet, të marrë atë ngjyrën e arit them unë, e ndiheni juve në momentin që ka vërdisni, ajo sjell aromë. Dhe kur e ndiheni që sjell aromën mielli, atëherë do të thotë që është bërë gati. Mos e hidhni menjëherë, se po e hodhët, vjen era mielli, nuk bëhet e mirë beshameli. Është shumë e rëndësishme kjo gjë. Tani edhe ndonjë kokërvez mund t'i shtojmë brenda, ne do i shtojmë djathë parmigiano, nuk do t'i shtojmë vez, por sigurisht që tek beshameli shkon në veza me patjetër, nëse doni, ja, është bërë gati. Edhe ardh moskati do të shtojmë këtu ke beshameli. Si gjithmonë. E hedhim qumshin duke e përzier. Kujdes, Katerina. Ja, do ta heqim tani se... Po pra, ajo është gati. Shmangim këto anila të heqim këtej. Edhe kjo do heqet. Edhe le ta mbajmë këtu. Ashtu jemi në rregull tani. Të shojmë për punën e beshamelit. Ta afroj te vatra tjetër të na bëhet më shpejt. Okej. Tani, këto pitet do t'i shtrojmë, do t'i mbushim, do t'i vëmë kështu në rresht? Do t'i vëmë në rresht. Aha, do i vëmë beshamelin sipër. Edhe do i vëmë atë mbushjen dhe beshamelin. Shumë mirë, shumë mirë. Dhe bëhet shumë e mirë. Ky beshameli jep shumë lezet, i zbut, dhe nuk e duam dhe të jetë një beshamel shumë i fortë, të jetë pak më... Po e pas të qumë piks, shtoni pak qumësht. Do të shikojmë tani, po i bëmë ai trash. Kjo varet tani themi 2 lugë miell. Tani lugën mund ta mbushim plot, mund të jetë edhe pak më pak. Kështu që nuk ka ndonjë. Edhe punën e gjalpit, i shikoni, janë ca gjëra që shikohen me sy. Nuk prish asnjë gjë në kuzhinë, kemi thënë gjithmonë që nuk prishet struktura nëse shtojmë pak më tepër qumësh, pak më tepër gjalp, pak më pak, nuk ka asnjë gjë. Mund të ja, është bërë gati. Sa fillon fluskon, është gati. Tani këtu do ta heq, edhe do të shtoj të fikim këtë sobën e tani. Tani do t'i bëjmë bashkë, do shohim se si do të kalojmë. Do hedhim pak djathë parmigiano fillimisht. Edhe pak do t'i hedhim lak në krye fare pastaj. Dhe hedhim tavës? Apo beshamelit? Po, beshamelit një herë. Se edhe thash që po doni mund të shtoni të ndonjë kokërvez, por edhe kështu nuk ka nevojë domethënë që të shtoni vezën, por ju nëse doni edhe mund ta shtoni. Sipas dëshirës. Si që në mësuar të bëni? Sipas dëshirës, sipas mundësive, se ndodh ndonjëherë që vez, po ndonjëherë dhe... Se kemi në shtëpi. Se kemi, nuk është problem, e bëjmë edhe pa vez. Pastaj ka dhe njerëz që nuk e përdorin vezën, ka njerëz që nuk e konsumojnë vezën, kanë probleme. Madje një nën më kishte shkruar një herë Katerina, ishte shpejt faktikisht sepse tani kanë mësuar zonja. Ja, shiko si për kjo, ti edhe moskati unë dhe jemi në rregull.
më kishte thënë për punën e kekut, si mund të bëj një kek pa vezë. Tani kanë dalë plot. Se interneti ka bërë të vetën, patjetër. Fillimisht kam qenë te TVSH-ja atëherë kur më kishin thënë për punën e vezët. Edhe u kisha bërë një kek pa vezë. Edhe me këtë armoskati, përveç se që e kemi kështu në kokra që e grim në moment, e gjeni te kompania Neranzi edhe kështu. Të bluar. Të bluar. Që mos të ngelin gjysma ato. Vërtet ashtu mbesin ndonjëherë, se marrin gjithmonë atë kokrën që është e plotë, se është më e lehtë për ta kaluar në grirse. Edhe ngelin gjithmonë ato, edhe pastaj faleminderit Anila, thërmojmë dorën, domethënë kur e bëjmë. E kemi gati beshamelin, tani fillojmë edhe bëjmë ndërtimin e tavës, si do të thotë. Fillojmë kështu, të marrë një lugë. Ta heq edhe këtë. S'ka gjë se po i mbaj këtu. Ja i vëm kështu tani. Që mështorin e ke mendjen vetë, apo duhet ta ruaj unë? Po ka marrë ngjyrën e dur Anila, mund ta heqim. Kush është ngjyra e dur? Do të thotë të marrë atë ngjyrën. Ashtu atë ngjyrën ari. E ka marrë të arit, po me temperaturë nuk të ullët e kemi ne. Por sa vajti tani koha se edhe se matën? Ora është 10 pa 10, ne kemi vënë diku nga ora 9:25 me gjithë pritjen e ngrohjes të furrës. I ka kaluar. Shikot si do t'i bëjmë, edhe se do qëndrojnë ato, do një qik, se nuk i duaj që. Muaj unë? Ja, do t'i mbaj kështë unë, Anila. E si do t'i mbushësh? Ja, do t'i mbush. Me lugë. Sa të vej në fund, pastaj ajo do qëndrojnë vetë ato. Do mbaj njëra tjetër. Do mbaj njëra tjetër, janë si tullat. Ke losur ndo njerë me ato tullat që... Kam los. Ashtu, ja, shiko? A i mbajtën. Okej, i mbajtën. Kështu, atë vëmë. Dhe një tjetër. Varet se do t'i mbushë. Po në fund neve vendosëm pak beshamela dhe pastaj i bërëm kështu në radhë. Se ndihmon dhe për të qëndruar. Tani për pjesën e Tani mbushjen, duke kapur nga pak fileto, nga pak kastravec turshi edhe nga një copës kërputh që t'i ndajmë në mënyrë të barabartë, që çdo pite të ketë nga pak nga mbushja. Nga të gjitha. Beshamelin. Tani dhe po s'ka më mirë është të kenë nga pak nga të gjitha që është e vërteta që t'i lezetojnë. Që mos rrim të zgjedhim këto marrim. Këto kapidora. Hedhim nga pak nga të gjitha neve njerë dhe pastaj ku s'ka kastravec i hedhim, ku s'ka kërpudha i hedhim. Se edhe në shtëpi, ashtu do bëni juve, e keni në qik më të ngesh me kohën. Okej. Opa. Speqa. Hedhim këtu një herë. Se duke u mbushur edhe hapen ato edhe rinë më mirë. Qëndrojnë pastaj. Interesante kjo receta. Jo, bëhet shumë e mirë. Jo, po mendoja që, domethënë, si formë... Edhe të rinjve ju pëlqen më shumë. Që është e vërteta. Po që mbushjen mund ta bëjnë edhe sipas dëshirës, Po, me mënyra të ndryshme mund të bëjnë. Domethënë, ideja është kjo, me beshamel sipër dhe me pite, pastaj kushdo e bush, ku diun, edhe me zarzavate, edhe me perime, edhe me një mish tjetër, nëse s'do në ajo pulën. që the Anila, me perime, bëhet shumë e mirë. Po pra, ato po mendoja. Tani me perime testinës bëhet shumë e mirë, me patlıcan, me spec, me domate, me këto, bëhet zakonisht e mirë. Dhe në vend të beshamelit nuk do të thoja beshamel, do të thosha një salcë domate. Po, do të shkonte edhe ashtu. I shkonte. Besoj se i kam hedhur në të gjitha. Këtë të parën e kem mbajtur pak më hatër. Kam hedhur më shumë po? Tani mëse dhe katit i shojmë me vëmendje, ku do heqi, ku do marri. Kemi këtu edhe njerëz që i mbaj me hatër. Tani sipas dëshirës mund të shtojnë akoma edhe misër, edhe misri i shkon. Edhe misri i shkon. Por tani mos i devijojmë, i lëm kaq sa i kemi. Tani për punën e beshamelit. Shumë mirë. Nuk do t'i ngjeshim në beshamela, aq sa duhen. Beshameli kur piqet bëhet dhe i këndshëm, kështu se merr një ngjyrë të mirë. Beshameli nuk është as si thua i lëngshëm shumë, po dhe as i plot shumë. Tani kjo që ngelet, është se do t'i shtojmë tani pak djath kaçkavall. Nga sipër? Po.
Edhe do doja një copë nga një pakës Posedoni, do me thënë pak gjallë nëse ashtu, por nuk e di. Edhe kjo mbetet në dëshirën tuaj. Në ekran keni recetën, këtë po gatuajmë tani, po e përfundojmë, po i shtojmë edhe pak djathë të grirë nga sipër dhe do t'i vendosim në furrë për pak minuta, sa të pikset beshameli, të shkrit djathi, po. Të lidhen Pitet janë të gatuara, mbushja gjithashtu, kështu që nuk është se do duhet të zihen apo. Me një salatë jeshile, me një salatë domate, që të doni juve, kaloni edhe vaktin e drekës. E me mbyta një qik me... Jep shia i djathë, shumë shia. Nuk është, shiko, që shte vërdeja, shiko sa kemi hedhur. Po duke si kur kemi hedhur shumë, po s'kemi hedhur shumë. Që ndërkohë ishte dhe i hapur, po. Kemi gatuar dhe të hënën me të. Pastrojmë tavën dhe në furrë dhe do të ndrojmë tavën e piteve me qumështorin, sepse është momenti ta nxjerrim nga furra për ta parë të pjekur. Kemi bërë një qumështor ndryshe sot, një recet shumë të shijshme, shumë i thjeshtë për të përgatitur, po ju kujtoj se videon e gjeni pak minuta më vonë duke klikuar në 2 adresat zyrtare të YouTube-it, pra si në News 24 ashtu edhe në Villa 24, mësojeni qumështori maksimum një 10 minutë që përgatitje donte bashkë me gjithë shpjegimet që ne bëm tek ju. Koha e pjekjes edhe është e sigurt shumë i shijshëm për mënyrën se si Kati e ka sjellë sot, që ishte një mënyrë ndryshe. Shiko, uli njerë më zjegësh duar se ja gjejmë vëndin. Një aromë e mirë na vjen këtu në studio. Të lumshin duar. Juve që ta ndjeni këtë aromën edhe këtë shijen e qumështorit, përgatiteni në shtëpia tuaj, sepse siç e pat nuk kemi patur shumë përbërës brenda. Por na doli një qumështor shumë i mirë dhe atë që doja të thosha, do me thënë shkrihet në gojë, është shumë i shkrifët. Ajo marenga që neve përgatitëm e bën që të jetë i butë, të jetë i shkrifët. E kuptoj. Do t'i vendosim pitet. Po, se haruam fare. Ne dikute 4-5 minuta kohë kemi. Do t'ja lëm sa të marrin një. Ai sa të marrin një ngjyrë nga sipër dhe do bëjmë një sallatë të shpejtë. Do bëjmë bashk disa përbërës. Patatet janë ato që janë nxjerrë përpara, pra koha më e gjatë e përgatitjes së kësaj sallate është ajo e zjerrjes së patateve dhe pastaj kastraveca. Ti heqim të korputhat, po i largojmë në raun. Shiko, edhe ato shkojnë faktikisht, nuk është se nuk na shkojnë. Edhe mund të shtojmë se pak kanë mbetur edhe mbarojmë edhe këto. Tani këtu, edhe kështu. Si t'i bëjmë në kubik apo t'i hedhim kështu? Si duash ti? Si duash? Amore kështu se kubik kemi... Në fakt, patatet e mdhaja janë, kështu të mdhaja. Atë them se në kubik kemi hedhur këto. Do me thënë... Po, në bukur në gjajna, është në bukur. Do shtojmë edhe ca kastraveca të tjerë. Me këtë pironi kemi marrë, kështu që... Të heqim edhe ca. E këto janë kaq të mira dhe kaq të shijshme dhe kaq me vlera ushqimore që nuk di çfarë t'ju them. Këto kastravecat. Edhe janë kaq shumë, domethënë që s'ka nevojë edhe të priten dhe shumë, janë disa që janë shumë të vogla. Anila, Eshti, po tani, shiko, Kati, se kur flasë më thonë, pse flet ai shumë ti? Anila nuk e lë Kati të flasësh. Jo. Jo. Të dashura Anvisa, Anila kur fletë... Që më thonë, po lëre ta shpjegoj. Zonja gazetare. Po tani zonja gazetare për të punës tu. Anilën e kam shumë të mirë këtu. Se bëjsh na lënë një kastraveca, Kati. Që është e vërtetë. Shiko, kemi kavanosit. Ne të bëjmë sallatën tani edhe pastaj. Shiko, mos u shqetëso, mos u mërzit. Po jo, bëj shaka nga që s'po flisja. Jashtë zemër ka... Ka mbetur një të thika. Bravo, je, shikon? Të flisje tani tje, që të bëhe pas të flisje. O Kati, 2 minuta. Ma jep të hedhe një 2 nga to. Pra, i hedhim, edhe ti mbarojmë, se mos e fusim në frigorifer. Ashtu, bravo. Prandaj thash që ti hedhim dhe këto. Ja, kemi luk tjetër se për luk. Edhe shiko tani, nuk e hedh vajnë të gjithin. Po, se kanë edhe këto pak vaj. Tani këtu mund të përdornim, neve akoma, edhe fileto pule. Por me qënë se do të hedhë këto, nuk edhe fileto pule. Do të asil më të freskët. Proteinën e zvëndëson pjesa e kësaj.
Okej. Ajo që do të ashtu, shiko tani. Spes gogozhare. Pa. Shiko edhe në ngjyra. Shumë bukur, shumë bukur. Spes gogozhare. Në shten farë? Farat. I kemi këtu, ta? I kemi atje, po tani do ndezim andej, ti lëm atje, kemi të ngrohtë atje më mirë. Këtë sipër, që kishim Ti beshamelin. hedhim pak susam. Ne ta ndezim. Do jenim të gjitha farat bashkë. Do t'i kalojmë në tigan. Okej. Janë shumë Urdhë gëshërët i kemi këtu. Po, faleminderit. Janë shumë të mira këto farat, që ti Shumë janë, përdorin shumë në të sallata shëndetshme. ndryshme. E din tani ma anvisat dhe po të futen të lexojnë që këto farat të gjitha, do me thënë se cila prej tyre ka atë vlerën e vetë ushqimore. Shiko se si i japin edhe kështu në paketime të mëdha sepse i marrin, i përdorin. I përdorin dhe i përdorin shumë këto farat. Dhe tani neve do të marrim të hedhim dhe farat, do hedhim dhe këto jeshilleqet, kemi këtu edhe plurin, mund të përdorni, do me thënë hudhër, që të jetë e freskët, por mund të përdorni edhe këtë plurin, që e bën shumë të mirë. Edhe ajo e fundit, tani, e di çka, me që kam këto, unë do ta bëj pak më ndryshe, ati kisha thënë me vaj ulliri dhe vetëm këto, por me që i kam ti marrim ti bëj me limon. Ati kisha thënë. E pat recetën ju. Nuk po bëjmë atë. Jo, e kisha lënë vetëm thjesht me vaj s'kemi ulliri. kohë, orash 10. Prapë s'kemi kohë sot. Po, ç'ti bëjmë? Ç'ti bëjmë? Sot kemi qenë më qetë, po prap ja, ikën. Bëjmë kohës, ne ja, si bëjmë kohës, ne presim edhe këtë limonin. Ti qaj njerë këto pitet? Edhe... Se ka të marrë atë ngjyrën e bukur, po... Nga kemi këtë vajin këtu. Po para se të marim vajin, ja hedhim lëngun e limonit. Do doja edhe këtu cip dhe lëng portokalli. Po s'ka problem. E lëm vetëm me limon. Do bëjmë lëngun e limonit. Vaj ulliri? Lëng limoni, lëng portokalli. Kam këtu. Okej. Shisa, për fatë të mirë, këto portokalli dhe kam pa fara. Po. E din edhe ato që s'kemi ko. Nuk na vonojnë të heqin farat nga lëngu. Tani këtu do hedh piper. Unë nuk të them më që s'kemi ko, se pastaj të fillon ngutesh, kështu që shikoj e vetë orën. Ja. U bën këto? U bën. Ato po u bën, do t'i hedhim lartë. Tani këtu kemi edhe lëng limoni, lëng portokalli, ajo që hedh kështu. Hidhi anila, si që janë. Mos kujtoni se po bie shumë, se shikoni se sa si litari holl është. Ja, si fije holl. Po, sa i mirë që bëhet ki lëngu. Ky është një lëng për të gjitha llojet e sallatave. Që ne mund ta përgatisim dhe ta lëmë në shtëpi. Ta lëmë në një kështu të kockël? E ruajmë dot? Kështu për një 2 ditë, jo për... Po, e di që mund të bëjmë ashtu, mund të bëjmë vaj ulliri me hudhra, që t'i lëmë brenda dhe kemi për të bërë domethënë të ndryshme. Atëra, me kujdes duart. Unë po nxjerr pak tavën nga furra, edhe pse ende do të donte të qëndronte pak më gjatë, po që ta mbyllim dhe mos vonohemi më, duam, do ta nxjerrim me kaq sa është pjekur dhe ne do ta lëmë edhe pak në fursa të rënda janë këto. E di që bëhet tjetër dhe bishta qepe. Okej, tani, kjo do duhet dhe pak të piqe, të marri dhe atë ngjyrën e bukur nga sipër, aromën e ka fantastike dhe ndihet. Në Balkanue pak më vonë do ta gjeni foton të përfunduar, të pjekur. Ja, tani të shikoj. Tani spërkasim edhe fillon trashet, po krijohet tamam një salcë. Kjo është salca që ja hedhim shpejt e shpejt gati sallatës, sepse marketingu ka kohën e vet dhe ndërkohë në rregull, ja edhe i ftuari radhës ka ardhur, do të jemi me nutricionistin Alken Çuko pas pak për të folur për erëzat me çposho, po do t'ja u tregoj kur të kaloj në këndin e të ftuarve. Ja. Të lumshin duart. Faleminderit e dashur. Ja kështu, plot ryeza, le të ecim edhe me ëmbëlsirë edhe me... Sigurisht që tava duhet të rinte akoma të piqe, qumështorin e kemi gati, sallatën gati, këto ishin recetat për sot. Ju falenderoj që qëndruat me ne, nga unë Katerina, mirupafshim, kalofshin ditë sa më të bukur, ju dua shumë. Mirupafshim. Nesër prap këtu që më mëngjes për të gatuar të tjera receta shumë të shijshme, ndajemi tani për publicitet, pas pak me këshilla nutricioni në këndin e të ftuarve.
Faleminderit. Faleminderit ty, Kati, të lumë shënduar. Faleminderit.